të reja. Po flasim për situatën me fruth në vendin ton, ku nga të dhënat e fundit pra që janë të publikuara edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, kemi mbi 52 raste të konfirmuara pra me fruth në vendin ton, se si është situata epidemiologjike dhe se si po shkon edhe procesi i vaksinimit kundër fruthit në vendin ton. Do kemi kënaqësinë të bëjmë një bisedë me epidemiologën doktoreshën Edita Goranci nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Doktoresh, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Realisht një numër që vazhdon të rritet, shifrat të cilat vazhdojnë të rriten sa i përket identifikimit të rasteve me fruth, si mund ta vlerësojmë situatën aktuale? E vërtet, ashtu si që e tha, rastet vetëm janë duke u rritur. Deri sot janë të konfirmuara 60 raste me fruth, po, prej 14 prillit ku vëshja paraqit rastet e para si vjetë. Ne si epidemiolog nuk e pranojmë këtë fakt që i kemi rastet e fruthit në mesin tonë, me qenë se është një smundje parandaluese, cila parandalohet me vaksin, edhe vaksinën e kemi në dispozicion në çdo qendër të mjekësisë familjare. Prandaj rikthimi i fruthit është një lajm jo i mirë, me qenë se nuk është smundje e lehtë, varësisht prej gjendjes së organizmit, varësisht prej imunitetit të personit, mund të kaloj edhe formë të rëndë. Tani, doktoresh, rastet të cilat i kemi që nuk janë të pakta në numër, janë të gjitha rastet të cilat nuk janë të vaksinuara? Po, vaksina e fruthit të mbron deri 97%. Do me thonë, doza e parë deri 92%, doza e dytë deri 97%. Do me thonë, personat e vaksinuar mund të infektohen edhe ka mundësia i qaj 3% me u infektu me një formë shumë të lehtë të fruthit. Tek ne të gjithë pothuajse 95% rasteve janë ata të cilët janë të pavaksinuar. Dy raste i kemi të cilët janë në moshë edhe ka kalu ajo imuniteti pas vaksinal, pothuajse është i përjetshëm mirë, po të disa persona fillojnë imunoglobulinat me ra më herët edhe kanë qenë dy format të lehta. Pra, kemi raste edhe tek të rriturit që janë identifikuar me fruth? Raste kontakti? Fatkeqësisht, po. Raste kontakti. Në përgjithësi, doktoresh, rastet të cilat i kemi, me qenë se ndoshta kjo tregon edhe një vlerësim të situatës, janë kryesisht raste kontakti, apo fruthi ka arritur tani në një situatë tjetër, ku ndoshta është pak problematike edhe të identifikohen mënyra se si është marrë? Po. A jemi akoma në atë fazë ku po arrim të identifikojmë se nga jemi infektuar? Po, të me thonë, shumica rasteve e gjejmë linkun epidemiologjik, atë lidhjen epidemiologjike, edhe gjithë rast është duke u lumtu prej momentit kur konfirmohet edhe kur raportohet si rast, u lumtohen edhe rastet e kontaktit. Që kjo situata në të cilën gjendemi, se është një situatë jo e mirë me fruth, ku numrat të mi tregova, mirë po rastet më shumë janë paraqit në rajonin e Prishtinës, në Kaçanek, Ferizaj, në Fushë Kosovë, po pothuajse rreth 13 komuna kanë raportuar raste të fruthit. Prandaj në këtë situatë, po të cilën gjendemi, asnjëri s'jemi i sigurt që fëmiu janë nuk ka me u infektu me fruth nëse është i pavaksinuar. Nëse është i pavaksinuar. Tani në situatën në cilën jemi, mënyra më e mirë pra për me u mbrojt nga fruthi, sigurisht vaksinimi, për cilën po bëhet vazhdimisht apel qoftë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, qoftë nga mjekët, dhe si është situata sot me vaksinim? Kemi ndoshta një vedisim marrë parasysh edhe numrin e rasteve që po rritet, apo akoma po ballafaqohemi me ngurrim për të marrë vaksinën? Po, jemi me një sfidë, duke u ballafaquar edhe ne si Kosovë me sfidën e keq informimit të prindërve nga mediat sociale. Pri pas luftës ne nuk kemi pas raste me fruth deri në vitin 2016-17, ku janë rritë rastet me fruth rreth 1000 raste të konfirmuare kemi pas dhe 2 raste të vdekjes. Edhe atër ka qenë një mbulueshmëri mjaft e lartë, është ulëmtu çdo fëmijë i pavaksinuar edhe është arrit një mbulueshmëri mjaft e lartë në vaksinim me MMR. Ku tani që nga viti 2019
tash është duke u rishfaqë fruthi, edhe është një situatë e papranueshme nga ne epidemiologët. Ne mundohemi ta vaksinojmë të mos ta lajmë asnjë fëmijë pa vaksinë, derisa prindi ka për obligim me vaksinu fëmijët e tyre. Disa nga prindërit nuk i vaksinojnë për shkak të neglizhencës, disa për shkak të këtyre keq informimeve, disa ka arsye të ndryshme pse një përqindje ka mbet pa u vaksinu. Do të thonë, deri vitin 2016 kemi pasur një përshmëri mbi 95%. Tash po shohim një rrëmje në vazhdimsi, edhe pse çdo ditë prindërit vetëdijsohen për shkak të rrezikut të frutit. Meqense frut kemi gjithandej shtetet fqinje në Evropë, edhe në botë rastet janë duke u rritur. Do të thonë, prindërit edhe kanë atë frikën që fëmiu rrezikohet nga një smundje e cila mund të jetë e rëndë edhe mund të shkaktojë vdekje. Më kujtohet, doktoresh, meqense kam përcjellur sektorin e shëndetësisë disa vite, shpërthimi mund ta quajmë, nëse mund ta quajmë kështu, i frutit ose numri më i madh i frutit i rasteve me frut që është paraqitur ka qenë në vitin 2017, ku ka qenë kryesisht kanë qenë raste nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, dhe pastaj është bërë një punë shumë e madhe edhe nga instituti për vaksinimin e fëmijëve në këtë komunitet, por sot, meqense kemi këto raste, kemi një situatë tjetër nga ajo që kemi pasur në të kaluarën. Dhe kjo lidhet drejt për drejt me këtë dezinformimin që po bëhet lidhur me që po bëhet edhe lidhshmëria mes vaksinës edhe autizmit. Tani do dojmë të e kemi përmendur vazhdimisht edhe këtu në emisionin Rreth e Rrotull, por nuk është asnjëherë e mjaftueshme meqense po jep një ndikim negativ si informacion. Nuk kemi të bëjmë nuk ka asnjë lidhshmëri, domethënë mes vaksinës e frutit edhe pra shkaktimit të smundjes, çrregullimit të autizmit, apo jo? Gjithçka deri tani çka thot shkenca? E vërtet. Vaksina e frutit ka fillu me u administru edhe të ne në Kosovë vitin 1972, do në një mbi 50 vite që administrohet, edhe ka qenë një mbullëshmëri shumë e lartë, edhe kemi arrit me ullë numrin e raste me frut, me ullë vdekshmëri, duke ju falenderu vaksinimet. Tani, u ballafaqohemi me këtë sfidën, pse lidhshmëria mes autizmit edhe MMR-it është shfaqur si një dezinformat, një keq informim nga viti 1998, ku Andrew Wakefield, një mjek në Londër, ka bërë një hulumtim jo të Mirfeld, i pa aprovuar nga Komisioni Etik edhe me një numër shumë të mëdhet të fëmijë, ku nuk ka qenë e bazuar në etikën edhe në rregullin se si duhet të kaloj një hulumtim, se si duhet të aprovohet edhe çfarë faza duhet të kalohen, edhe fatkeqësisht është publiku ai hulumtim, edhe është bërë një buje madhe. Prej atëherë është mundu me një gazetare ka shfaqur si lajm atë, edhe prej atëherë sfarja Anglia është sfidu me epidemi të frutit, duke nanat kanë besu edhe kanë lidh autizmin me marrin, me qenë se fëmiu, nana pret fëmiu me fillu me fol, me komuniku, me rritin, atëre kur fëmiu që e merr dozën e parë të vaksinës, edhe është gjetë edhe në popullat një lidhshmëri. Deri tani janë bo me miliona fëmijë janë hulumtu, edhe me analizu lidhjen mes autizmit edhe MMR-in me hulumtimet shumëta. I fundit ka qenë në Danimark, mbi 600.000 fëmijë janë hulumtu, ku nuk kanë gjetë deri tani asnjë lidhshmëri të MMR-it me autizëm. Ne kemi edhe shumë fëmijë në Kosovë të cilët janë diagnostikuar me autizëm e nuk e kanë marrë ende vaksinën e MMR-it. Do të thonë, fëmiu është i pavaksinuar me MMR. Pasi është diagnostifikuar, pastaj nana lajmërohet edhe e vaksinon fëmijën. Në mjekësi asnjëherë na 100% nuk thonë diçka 100% ose 1+1 nuk bojnë 2, prandaj është munduar shumë me e demantu atë informatën e ati mjekut famkeq, edhe ne e thojmë ati lajmi ose një lajm kundër vaksinimit, i thojmë po lun me flakën, ose jetë të lujt me jetën e fëmijëve, me qenë se dy persona na kanë vdekur në 2017, mos na vjen në njëjta situatë. Sot kemi raste që keni informacion, kemi raste të komplikimeve shumë serioze, situatën që jemi aktualisht, doktoresh? Po, sipas statistikave shkencore edhe në Kosovë njëjta situatë
është. Do të thonë 50 prej atij numri prej 60 raste 50 që janë hospitalizuar. Do të thonë rastet e lehta nuk hospitalizohen, trajtohen në shtëpi e kanë simptomet e lehta, rastet më të rënda hospitalizohen. Do të thonë 50 janë hospitalizuar në klinikën infektive dhe në pediatri, ku 3 raste janë trajtuar në intensiv, në kujdesin intensiv. Mundem me thonë sipas ullumtimeve shkencore dhe raportimeve deri tanishme, 1 në 3 fëmijë komplikohet fruti. Do të thonë është smundje e lehtë në atë numrin e vogël, mirë po fëmiu mund të ballafaqohet me një otet, me një komplikim me pneumoni, në 1.000 raste mund të kalojë në encefalit, në panencefalit, të cilat lajnë pasoja edhe në sistemin nervor qendror, mirë po edhe mund të shkaktojnë edhe vdekjen. 1 deri në 3 fëmijë në 1.000 të infektuar mund të ngavdesin nga fruti, sipas statistikave deri tanishme. Edhe ne atë kohë, në epideminë e fundit, 1.000 raste i kemi pas rreth 1.000 rasteve të frutit, 2 persona në kanë tek. Dhe një pyetje të fundit, doktoresh, kur jemi tek vaksinimi, është edhe një shqetësim tjetër tani e prindërve që ndoshta janë vonuar për shkaqe të ndryshme në vaksinimin e fëmijës, tani për shkak edhe të shumë informacioneve të cilat po dalin në rrjetet sociale dhe jo vetëm për kjo lidhshmëria që është me vaksinës, me çrregullimin e autizmit, por edhe çështje që fëmijët qysh tash nga mosha 1 vjeçare fillojnë kopshtin, janë ato virusat që dinë të njëpasnjëshme ose komplikime tjera shëndetësore me cilet mund të ballafaqohet fëmia dhe shtyhet vaksinimi. Edhe pse parashihet që vaksina e parë kundër frutit të merret menjëherë pas moshës 1 vjeçare. Nëse shtyhem këtë vaksinë, është e sigurt të merret në moshën, për shembull, nëse është shtyr 6 muaj, ose nëse është shtyr deri në moshën 2 vjeçare, nëse kemi fëmijë mbi moshën 2 vjeçare që nuk janë vaksinuar, si duhet veprojnë prindërit? Po, edhe situatën në të cilën gjendemi ne tashmë, situatën epidemiologjike, mbi 50% e fëmijëve janë këtë moshë, 12 muaj deri 24 muaj, të cilët e kanë shtyr dhe nuk e kanë marrë vaksinën, fatkeqësisht. Edhe janë ballafaquar me smundjen e frutit. Edhe pse nuk e kanë nuk e kanë vaksinu fëmijën me kohë, asnjëherë nuk është vonë të vaksinohen me vaksinën kundër frutit. Domethënë në momentin kur e kupton prindi, nuk ka ndonjë problem, asnjëherë nuk është vonë me vaksinu fëmijën. Prindi në momentin kur e kupton që nuk e ka të vaksinuar fëmijën edhe nuk e ka vaksinën e MMR në kartel vaksinimit, duhet të lajmërohen në qendrën familjar më të afërt, edhe aty e merr vaksinën pa asnjë caktim të takimit me mjekun, shkon, është shumë e lehtë qasja të ekipa vaksinimit, edhe çdo fëmijë e ka atë mundësi. Fatmirësisht, çdo fëmijë i Kosovës e ka mundësinë me marrë vaksinën e MMR-it, e cila bën mrekulli. Domethënë lajmi i keq është që jemi duke u ballafaqur me frutin, po ajo e mira që ka është që ne mujmë me parandalu frutin te fëmijët e tanë, duke e vaksinu, po flas si prind, fëmijët tanë, po edhe si punëtor shëndetësor që ne nuk e pranojmë këtë fakt që na kthehet fruti duke ekzistuar vaksina të cilat mbron, një ndër vaksinat të cilat mbron më shumëti, është një ndër sundjet më kontagjioze, më infektuese që ballafaqohet njerëzime. Doktoresh, falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën tuaj dhe gjitha këto informacione me vlerë, dhe uroj të kemi përgjuar një mesazh të mirë për audiencën. Faleminderit. Gjithashtu, faleminderit për kohën që ja kushtoni shëndetit publik të popullatës. Faleminderit shumë. Tani do të bëjmë një shpejtim të shpejtë të portalit edukaqini.com për të parë se cili është lajmi i